Ndërkohë, vim pak tek ministri i ri i drejtësisë, i cili në daljen e vet të parë publike le të themi që ka përshtjelluar goxha stomaket dhe gjakrat e publikut, e pash që ta kishte këtë efekt edhe tek eksponentët e opozitës dhe kanë fluturuar fjalë që si u kemi dëgjuar ndonjëherë ti përdorni ndaj askujt. Në fakt, unë jam habitur, sepse duke parë moshën, mendoja që djali i ri do të kishte ndonjë farë përgjegjësie për pozicionin që kanë, do të kishte ndonjë farë reflektimi për atë që ndodhi, do të kishte ndonjë farë morali në raport me publikun, nuk po them me opozitën, dhe jemi habitur të gjithë, dhe në fakt ato fjalët që ju thonin ishin minimalisht, që thanë kolegët, ishin shumë minimale në krahasim me atë që dëgjoje, sepse ti atje dëgjoje fajin e ka Saliu, dëgjoje historirat vitit krun, ai mishi nuk tha fajin e ka Ahmet Zogu, apo fajin e ka dikush tjetër nga historia e Shqipërisë për atë që ndodh në 12 vite në Shqipëri. Pra, një absurditet që besoj dhe kolegët e mazhorancës, ata që mund të kenë atje që kanë një logjik të ftohtë, janë habitur për nga niveli i diskutimit i papërgjegjshmërisë së një ministri, dhe që na thoshte neve që të na vi turp neve si opozitë për atë që i ndodh atyre në mungesën e sigurisë në shtetin shqiptar, në ambientet e institucioneve shqiptare, në përditshmërinë e shqiptarëve, në dëshktoja rezultatet të atë reformës në drejtësi, po nëse rezultatet e reformës në drejtësi janë vrasja e gjyqtarit, tani automatikisht e kupton se çfarë reforme ke bërë edhe çfarë drejtësie jep, edhe çfarë reflektimi do duhet bësh edhe si qeveri edhe si parlament, se ke mazhorancën ku mund të bësh ndryshime ligjore. Dhe patjetër që pati fjalë, po them, epitete të cilat i shkonin plotësisht situatës, dhe nuk mendoj që pati një gjuhë ekstreme jo parlamentare, sepse aty në atë kuvend kanë filluar që ta quajnë gjuhë jo parlamentare kur i thua një ministri mashtron, mashtrues. Po tani njeriu që mashtron nuk di të ketë një fjalë tjetër për ta thënë këtë në mënyrë etike, përveç se mashtrues ose gënjeshtar, se ky është fjalori i gjuhës shqipe për të etiketuar një ngjarje dhe një person i cili kryen një veprim që është shumë larg të vërtetës. Tani çfarë do t'i thuash ndryshe, është thjesht çështje fjalori. Edhe në këtë aspekt mazhoranca po përdorte çdo mekanizëm, dhe ishte në fakt Auland Balla ai që mbylli seancën, dhe kundrejt imponimit që i bëri kryetarit të parlamentit zotit Peleshi, që në atë moment ju nështrua vullnetit të Auland Ballës, sepse po shikonin qartësisht që me debatin parlamentar dhe me kërkesat dhe me atë që thoshte opozita, ata nuk kishin asnjë lloj argumenti në favor të tyre, por kishin vetëm këto britmat pa lidhje të dy ministrave, që njëri më keq se tjetri, si ajo e brendshme dhe ai i drejtësisë, nuk mbanin dot përgjegjësi, bënin mashtrime publike dhe kërkonin që ta kthenin fajin tek opozita që ka që nga viti 2013 që nuk e qeveris vendin